Banorja e Big Brother VIP Kosova, Eliona, ka ndarë një rrëfim shumë emocionues dhe prekës për jetën e saj, ku ka zbuluar dhimbjen e thellë që ka përjetuar pas humbjes së nënës dhe motrës në një aksident tragjik. Eliona ndau momentin e vështirë që pësoi aksidentin, duke e bërë këtë rrëfim një dëshmi të forcës së saj përballë dhimbjes. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Kur dola jashtë e pash motrën time të madhe, por motra tjetër mungonte. Babi dhe vëllai ishin në Gjermani, ne ishim vetëm motrat dhe nëna, tregoi Eliona, duke përshkruar momentin e tmerrshëm të humbjes. Pas aksidentit, Eliona dhe familja e saj filluan të kërkonin motrën e saj të vogël. Eliona e përshkroi se si e gjeti telefonin e mamit të saj në rrugë, një moment që e thelloi edhe më shumë dhimbjen e saj. Më mungon mami dhe motrat, dhe më mungon të gjej shtëpinë vetëm me gëzim, shprehu Eliona, duke theksuar se si kjo humbje e ka ndikuar thellësisht jetën e saj. Eliona gjithashtu foli për dashurinë e saj të thellë për babin, duke e quajtur atë pikë të dobët.